Përshëndetje nga Top Tani Podcast. Kam kënaqësinë të kem të ftuar sot akademikun, poliglotin, por së fundi dhe autor libri Ermal Asimajn. Ermal, mirë se erdhe. Faleminderit, Sirgjida. Do ta nis pikërisht me librin që keni nxjerr, një histori personale, historia e familjes tuaj, e cila ju ka bërë shkrimtar apo thjesht një autor? Ja, thjesht ka bërë njëri që ka shkruar një libër, autor të qenë kështu se është më e liberalizuar si term edhe më i pranueshëm edhe për mua vetë. Shkrimtar është dikush që e ka gjë edhe mos jo si profesion, faktin si përkushtim madhor të rëndësishëm dhe në fund ka një farë opusi, një farë vepre nga mbrapa. Unë kam një libër, dy në fakt, se kam shkruar një libër tjetër para ca vitesh, por kam botuar vetëm një kopje. Me çfarë natyre ishte libri i parë? Kam shkruar një libër ku për dy personazhe kryesor ishin dy çuna dhe një, roman për fëmijë, histori imagjinare, kupton, me aventura, me gjëra, por e shkruajta vetëm për fëmijët e mi. Mbaj mend kam qenë shkova një ditë në librari, doja një libër që të kishte një lloj mesazhi, një lloj përmbajtje, një lloj filozofie për. Bash gjithë librat ishin Nuk e gjete. Nga më të çuditshme, që i thash, pse lodhen kota, po shkruaj vetë, apo shkruaj një libër vetë me ato parime, me ato gjëra që duan. Kështu që brenda një jave aty në zyrë, domethënë kur kisha momente, edhe mora shkruajta një libër, e botova vetëm një kopje, se doja të ishte një kopje është akoma. Se kisha menduar si një marrëdhënie personale vetëm me fëmijët e mi. Ky i dyti nuk është larg asaj si konceptiv. Pa shkuar deri i dyti, e pëlqejnë fëmijët? Ishte surprizë e bukur, e pëlqejnë tematikën? Po. Apo kam thjesht si kujtim tani? Problemi është ai i madhi. Masi lexoj 3-4 faqet e para, se unë nuk ja kisha thënë që ju jeni personazhe. Po lexoj 3-4 faqet e para dhe mora dha ngjakemi shumë ne të dy me këta dy personazhe, dy vëllezërit e librit. Pastaj u kthye hapi librin dhe tha, ku e ka, pse ky libri s'pas ka emër autori? Se kisha vënë. Që të mos zbulua pak ajo. Pastaj e thash edhe besoj që ka pëlqyer. Mendoj që do ta shijojnë atë libër kur të bëhen 30, 40, 50 vjeç. Kupton vlerën. Unë do kisha shumë dëshirë të kisha një libër që ka shkruar baba im për mua. Po është dhuratë shumë e bukur. Dhuratë e personalizuar, pastaj të shkruash për fëmijët, bësh një libër është një gjë shumë e bukur dhe e rrallë. Po, me mora përsipër e bëra shkruajta, sepse nuk është thjesht një libër, një histori, është një histori në të cilën unë kam fut ato që janë parime, vlera morale, filozofinë e jetës, mentalitetin, etikën, gjithë këto gjëra i kam fut mes personazheve të librit. Dhe libri i dytë mori piknisën nga historia jote, nga rrënjët e tua? Libri i dytë ishte nuk është larg kësaj si ide, sepse edhe tek libri e shkuar e pakryer, jam nisur nga njëjta gjë, vetëm se në rastin konkret nuk e kam krijuar historinë, po e kisha të gatshme. Është historia e gjyshërve të mi, po pjesërisht edhe Timeti, edhe unë jam personazh të librit, varësisht se me emër tjetër. Por ideja ishte që t'i lejnë në një farë mënyrë historinë e paraardhësve, po edhe timen, fëmijëve, nipëve, mbesave më po. Në një moment caktuar, pastaj thash, okay, po e bëj këtë gjë, mos ta bëj si e libri i parë, po hajde po jap edhe për të tjerët, si thosh. Po bëj pak thriller. Ndoshta edhe ju pëlqen, ndoshta s'jam dash autor i keq. Kështu që e provova, e botova. U botua një herë, u shit, u botua prapë, tash kam përshtypjen që është drejt fundit dhe sa si atë. Rezultoi suksesshëm. Duhet ta them tjerët, po për sa kohë shitet, ribotohet. Se shitja ka, domethënë librat çfarë impakti ke pasur? Çfarë ke pasur? Impaktet i kanë pasur pozitive, po s'duhet ta them unë këtë gjë, se më vjen trup tash që po flas për impaktin e për ato. Por ata njerëz që e kanë lexuar e gjenin veten, për shembull, kam njerëz që edhe kanë njoh atë kohë që janë moshatarët e mi, për shembull. E kanë njohur atë kohë, edhe nëse nuk njohin ngjarjet ose janë pak më të rinj, prapë lidhen me ato çfarë kanë dëgjuar për periudhë, sepse ngjarjet zhvillohen në periudhën e komunizmit, dhe ose me histori të ngjashme, ose edhe me ato çfarë është universale në atë libër, sepse ato drama që janë përshkruar aty kanë qenë drama të familjes time, por në një formë ose një tjetër i kanë jetuar të familje të tjera. Ti ke jetuar, i di këtë histori kur ishe fëmijë apo i ke mësuar më vonë? Sa të vërteta ishin? Ide të censuruara. Për shembull, burgu i gjyshit tim, unë e kam marrë vesh shumë më vonë. Çfarë moshe ke marrë vesh? Po, ndoshta 13 vjeç.
afërsisht, 13-14 diçka e tillë. Por deri në atë moshë nuk thuaj. Unë dëgjoja në familje që flisnin të rriturit. E thonin kur ishte Selimi gjyshi, kur ishte në burg, në universitet. Po, e çuan në universitet. Po, në universitet unë ktheja kokën shikoja gjyshin tim, pavarësisht se vishej si zotni. Edhe me atë çfarë quhet atë zahatin e dorës me zinxhir kështu të xhepit, me zinxhir të vjetër, në atë qystekun që e fuste të gjitha këto gjëra. Thash, okay, ky burr zotni, po nuk u dukte me thënë vërtetën si një far intelektuali. Nuk e mendoja gjyshin tim universitar. Çfarë ishte universiteti vërtet i ti? Çfarë ndjesje pat kur mësove? Se po të ma thonin duhet të më sqaronin arsyen. Me kë arsye dhe të thonin me kë duhet isha unë tash. Duhet isha me partinë që ka futur në burg njeriu tim të dashur, apo duhet më sqaronin që partia këtë njeri e ka futur pa të drejtë për arsye politike, sepse rrjedhimisht do të kuptohej që politika ishte e padrejtë, që regjimi ishte i padrejtë. Për të më ruajtur nga këto lloj debatesh, diskutime, dilemash, thjesht më thonin atë. Dhe këtë shprehje në universitet nuk e përdorë vetëm familja ime, më vonë kam marrë vesh që kanë përdorur edhe shumë familje tjera. Momentin kur e morë vesh, e mban mend çfarë ndjesie Nuk e mbaj mend si moment, por si ndjesi e mbaj mend. Shumë e keqe pikërisht sepse të zgjohen këto gjëra, por isha pak i vaksinuar. Sepse në atë moshën 13-14 unë po isha relativisht i qartë për gjërat. Kisha filluar se korrespondon me ato vitet 88, 89, 90, domethënë 90 pas e isha 15 vjeç gati, po. Korrespondon me kohën kur unë kisha filluar ta kuptoj që politikisht diçka nuk shkon. Që prindërit e mi nuk e kanë shumë qef sistemin, partinë, regjimin e tjerë sistemin. Dhe natyrisht që gradualisht, kur i kam dëgjuar momentet e para, për shembull kam qenë i friksuar, kam dëgjuar timat për shembull që në 1988 më futi një çart nga televizori, se më shikonte televizor Ramiz Alin, kongresin e 8 Partisë Punës, që tregonte se si ne jetojmë në begati, të gjithë na e kanë zili, ndryshe nga vendet kapitaliste ku vujnë për bukë në gojë ose gjithë të gjëra. Dhe baba im që a futi një çarme në televizor aty, era e vetme në jetën time që kam dëgjuar baban tim, duke shajt. Dhe unë theva dhe pas babën tim në duk si armik. Në më shdash një farkohet ta gëlltis, ta perceptoj, të kuptoj që kishte drejt ky baba im, po ashtu duheshte folur. Dhe ko që unë shikoja babën tim aty duke shajt atë tipin në Ramiz Ali në televizor, unë kisha 3 muaj që haja në dark, në atë kohë, ka qenë 88-89, ka qenë skandalozisht varfëria ekstreme. Kisha asgjë në kërë, kisha 3 muaj që në darkë unë haje bukë thekun me çaj. Ai tipi në televizor Ramiz Ali janë thoshte që ne po jetojmë në begatit plot, unë po haja bukë me çaj, baba ime shan, dhe unë besoja më shumë atë tipin në televizor, se sa bukën me çaj që kisha aty. Si shumë të nërgjeshëm për... Të merë, është indoktrinim jashtëzakonshëm. Unë besoj që kemi qenë brezi, po mos ishte përmbys komunizmi në atë moment, nuk besoj që do ishte përmbys më njëherë. Ashtu. Sepse brezi im, brezi i fundit, që është edukuar nga prindër që pjesërisht dinin diçka për çka ka pasur përpara. Të vërtet, po. Pjesa tjetër nuk e dinin se ç'është ndodhur më parë. Të rinj, pastaj do të thotë, ti je shef edhe sot e kësaj dite, po të flasësh edhe me të rinj. Nuk të kuptojnë, po. Imazh nuk të kuptojnë për komunizmin. E trajtojnë çështjen e komunizmit si çështje kështu spektakli. Enveri kishte inat Mehmetin, ky si Game of Thrones. Tamam një histori kështu fiction, histori librash. Serialen, ky ja futi këtij, ky ai fal për shprehjen, ë. Po ky kështu, ky ashtu, ky ishte psikopat, ky ishte po bëte komplot për këtë. S'kishin bukë me ëngër, sa gallati ishte se kur pan bananën e parë s'dinin nga ta hanin me çati hanin. E gjitha këto gjëra. Komunizmi në thelb nuk është ky, këto ishin pasojat e komunizmit. Po atë çfarë është thelbi i komunizmit sot e kësaj dite nuk ja ka shpjeguar njëri këtij populli. Se fatkeqësisht se ka kuptuar as vetë. Thelbi i komunizmit është tek fakti që ti vendos që të zhdukësh lirinë për të garantuar barazinë dhe ja del 100%. Në 90-ën gjithë ca kopra që ishin të bllokut, ne ishin gjithë barabartë. Në mjerim. Në mjerim. Dhe ku është problemi? Problemi që sot e kësaj dite njerëzit vazhdojnë edhe i masin gjërat me barazinë. Njerëzit vazhdojnë dhe thonë që problemi është pabarazia. Vazhdojnë edhe thonë që problemi në Shqipëri, për shembull, ka një përbuzje të frikshme ndaj të pasurve, ose atyre që kanë mirëqenie më të madhe se sa të tjerë. Domethënë, pash një diskutim përpara disa kohë sa për ilustrim, ishte një deputete e Parlamentit të Shqipërisë, si s'po e them emrin shumë si ka,
të kishin zbuluar që deklarata pasurisë, komplet publike dhe transparente, ishte rezultuar që kishte 1.3 milion euro pasuri. Në të Turën shqiptarët, ku i bëri kjo lekët, si i bëri kjo lekët e tjerë, çfarë ja kshu këta pasanikët, zenxhinët e kështu do në gjithë. Gjithë epitetet. More, po sigur ti këtë bëra ato lekët me ndërshmëri me djers. Se burrin e kishte biznesmen, ishte marrë me biznes për nuk e di se sa vjetësh. Kishin punuar. Po sigur ti këtë bërë me djers, po sigur ti këtë domethënë meritu të veta. Si sulesh ti njeriu direkt me paragjykim? Domethënë sot në Shqipëri ti ke 120.000 njerëz të cilët çohen çdo mëngjes, edhe mezi kanë fletin natë për përpara stresit, si u ta mbajnë biznesin e vet, me çfarë do i paguaj rrogat, ku do gjejnë njerëz me punësu sepse skema do të marrësh në Bangladesh. Si u ja bësh me job vënësit e shtetit, lloj inspektorë që vinë edhe vënë gjoba se donin shfet. Me këtë shtet që ti rrit taksat të rrjepë dhe stjep asnjë lloj shërbimi. Dhe të gjitha njerëz, i 120.000 veta, ti përfaqëson me 200 veta që shkojnë marrin tenderat qeverisë. Ose që janë maskarenë, që si ka. Po i ke 120.000 të tjerë. Dhe nëse ne ekzistojmë si shoqëri, si ekonomi, si gjithçka, ekzistojmë se ke këta 120.000 veta që zgjohen mëngjes e vendosin shkojnë në punë, që punsojnë, që krijojnë pasuri, që paguajnë taksa e gjitha këto gjëra. Çfarë prodhon shteti shqiptar? Zero, asnjë gjë s'prodhon. Vetëm i merr lekët këtyre, i mban aq sa mban për vete, dhe na del na bën edhe ca rrugë që na shkepen dhe na shkatërrojnë. Dhe ne i natin, veç që ta kemi me shtetin, ne kemi me këta që rripen, ta që punojnë. Kemi përgjithësisht një urrëtie. Ky është komunizmi. Ky është mentaliteti komunist. Pasojë. Pasionisë se do më komunizmin sot, po ti thosh a doni t'ja marrim lekët atyre që kanë të japin tyre. Aty janë dakord. Po, aty janë dakord. Do të them prapë tek libri. Ka një histori personale, një rrëfenjë që mund ta ndash me shikuesit që vlen si memorie në historinë tënde, po, që mund ta tregosh edhe që mund të jetë interesante. Po tregoj atë që do të tregoj një shoku para 12 ditësh. Tirana ka pas disa lagje, një 10 lagje diçka të. Ne ishim lagja 9. Dhe një herë në muaj tek këndi i lagjes, tabela e emulacionit të lagjes, tabela e ladrinit të lagjes. Vendosi punëtori i dalluar, nxënësi i dalluar, studenti i dalluar, etj. Dhe aty një ditë doli dhe fotografia ime, do të thënë kanë shku kanë pyet dhe rezultoi që unë isha nxënësi më i mirë i lagjes. Kështu që morëm fotografinë time dhe vuna aty te këndi. Kuptoj isha njëri më krenar. Ditët më të lumtura në jetën time se gjithë lagja kalon aty, shifte fotografinë time, orja jaftë. Njerëzit të merret tek ta shifnin që ka një do. Ky personi që është aty është aty, po vilja frutet e lavdis time, s'e nxësë më mirë. Që sharake po isha 10 vjeç. Kënaqësitë e moshës. Kaq kishin, nuk dinë në për spektakle televizive në atë kohë për të bërë famshëm. Famën e kishim në rrugë. Edhe shumë i lumtur, shkret nesër me pa fotografinë e kishin hequr. Pse hoqën, si e hoqën etj. Po e hoqën tu më shpjegoj tash ti. Po e hoqën se e kanë bërë më të shpeshtë me kështu fotografia duhet të rinde një muaj aty. Unë dhe të gjithë e dini. Mo nuk më bindën ato arsyet, nuk më bindën për disa vite rresht, pastaj derisa më në fund e mora vesh arsyen pse e kishin hequr. Sepse një komshi jonë kishin shkuar, u shofer aty që ky është nga një familje e prekur, si thua, e deklasuar. Nëse gjyshi im ishte armik i popullit, se kishte bërë burg politik. Kështu që hoqën fotografinë time dhe mund të dikujt. Po pritemi s'mund të ma thonin këtë gjë 10 vjeç. Tregonin fiks se çfarë ishte. Se duhet më shpjegonin dhe pastaj gjithë gjërat e tjera. Do tregonin për universitetin pastaj. Universiteti do duhet të më tregonin që shiko, partia ta hoqi këtë gjë se shef ty armik, po ti s'duhet ta shohësh partinë si armike. S'mund t'ia thosh një 10 vjeçari këtë gjë. Po unë isha armiku i vogël dhe nuk e dija që isha unë armiku për më tepër. E mora vesh më vonë që unë isha armiku. E mora vesh edhe se pse baba im do më këmbgulte që ti duhet të jesh shumë i shkëlqyer në shkollë. I thosh, "O baba, mirë me të gjitha 10 apo dal. Nuk mjafton." Thoshte, "Po si s'mjafton?" Jo, duhet shkëlqesh, duhet po pse? Se çka kam më tepër se 10. Sepse duhet dhe më vonë më shpjegoj kur pa fillova të kuptoj pak nga çështjet politike, thash, "Shiko, ty s'kan me ta dhënë ndonjëherë drejtën e studimit me 10. Ti duhet të jesh super i shkëlqyer, të lesh nama, nuk e di se çfarë, no? Që ndoshta të vënë dorën në zemër këta komitetit ekzekutive etj. Të partisë, edhe t'japin një drejt studimin e veterinarinë, çado që tjetë mjafton të quhet universitet. Probabiliteti është 1%. Por duhet ta propojmë atë. Taj ta shfrytëzojmë. Dhe unë jam rrit gjithkohës i vogël me këtë presionin, trysninë e madhe,
që nuk mjafton të jenë shumë i mirë, po duhet të jeni shkëlqyer, duhet bëj vezën e artë, duhet bëj një gjë. Po tani si e përkthen këtë situatë tek fëmijët e tu? I bëj ata në presion për të mësuar apo i lë të lirë, i lë më të lirë se sa duhet? Përpiqem jo, nuk jam i madh, domethënë, kam shumë parime nga i madh, ose nga prindërit e mi të ty, por kohërat kanë ndryshuar dhe unë natyrisht që kam lexuar më tepër, jetoj në një shoqëri tjetër e tjerë. Në parimet bazë po. Në parimet bazë njësoj siç baba im më mësonte mua që duhet i dalësh zot vetes, duhet presësh nga të tjerët. S'ke qa pres nga shoqëria, je ti që je pronari i vetes tate. Do diçka, po. Ka vetëm një rrugë, punë, s'ka rrugë të shkurta. Punojnë ata? Këtë ja bëj Shumë e vështirë me brezin e ri që të punojnë. Këtë gjë e bëj edhe me fëmijët e mi. Dhe pas parasysh që ditën e sotme nuk je ti vetëm autori vetëm i prindërve të tuaj, i fëmijëve të tuaj. Është dhe shoqëria që të masakron, janë dhe gjërat e tjera. Por besoj që në thelb, roli i prindërve është i rëndësishëm dhe dikur del në sipërfaqe ai mentaliteti, filozofia e jetës prindërve. Po del kur fëmijët bëhen 25 vjeç, 30 vjeç. Çfarë moshe kanë fëmijët dhe ku i shef? Po djali i madh është 21 vjeç e diçka, i vogli është 16 vjeç. I kanë marrë domethënë atë drejtimin se ku do fokusohen? Jo, akoma janë duke eksperimentuar. Njëri është më i madhi, eksperimenton pak më tepër. S'është edhe ka qef edhe muzikën, është ndje kitare se tjerë dhe studion. Kurse i vogli pastaj ka tjetër pasion, ka futbollin. Dhe pavarësisht se mos më ka shkuar në shumë larg që çunin do bëhet futbollist, por e ka atë pasion dhe unë jam duke e mbështet maksimalisht. Domethënë pas një lloj pyetje, paragjykimi ose çdo lloj gjëje, ke zgjedh futbollin, po. S'ka rëndësi ça zgjedh. Bëje mirë. Zgjedh çfarë duash, po bëje mirë. Zgjedh një gjë që ta kesh qef, pasion dhe bëje mirë. Kjo ka rëndësi. E lexuan librin? Kurse goca është e vogël sa akoma herët. Sa vjeç është goca? Goca është 4. Ajo është më përkëdhelur e familjes tani. Apo çunat i kam nga një martesë më pashme, kështu që nuk është se janë bashkë të tre. Pra çunci ka. Për ata është edhe motrë e vogël me një moshë të vogël. Goca është fantastike. Momenti më i bukur i ditës time është ndarë kur shtrihemi e vën kokën te gjoksin. Vën edhe krahun e vogël. Thotë edhe një kështu të dua shumë edhe të puth, se është momenti kur më tregoj historitë, dhe i them, tani do zgjedhësh, kemi në menu, mund të tregoj histori, legjenda ose pralla. Zgjedh pralla besoj. Jo, histori. Ku pëlqen? Po. Tashi në këtë moment tema e preferuar e asaj është donte histori me Skënderbeun. Kështu që kaloj në historitë të Skënderbeut, Hannibalin i tregova para një ditë, Piroja e Pirit. Po jeton përsëri atësinë në një moment tjetër dhe ndryshe. Po, nga fillim tash u bën një lloj shkëputje. Po djemtë lexuan librin? Djemtë jo akoma. Jo akoma. Mund të jenë proces leximi, por unë nuk e marr feedback. Jo, nuk kam dashur në asnjë moment që ti shtyj dhe ta lexojnë sepse e kam bërë unë. Përgjithsisht kur kur ta lexojnë se po kërkojnë diçka. Për të zbuluar diçka, për të mësuar. Patjetër, nuk do ta lexojnë formalisht sa për lexoj një libër. Paka shumë e the që e bëre për veten tënde librin, por në këtë kohë që jetojmë, shumë njerëz, sidomos kur vjen panajeri, shumë profesionistë të fushave nga më të ndryshme bëhen autor, shkrimtar, nxjerrin libra. Ja, duket si një virus i kohës. Më mushmenja dhe mu me shkruaj libër. Siç thoshte Ciceroni 2000 vjet më përpara, janë prish korat. Prindrit nuk i dëgjojnë dhe secili shkon nga i libër. Ja dhe unë. Erdhi dita jam bërë dhe unë autor. Çfarë mendon për të tjerët? Pa mirë, për veten e bëre autokritikën. Tjerët i shoh më seriozisht. Nga këta që ke parë më seriozisht, cili të ka pëlqyer, cili libër? Libra. Të këtyre, nuk po flasim për shkrimtar, po flasim për një brez që bën punën e gazetarit, të një profesioni dhe unë kam një problem të madh që unë lexoj shumë pak letërsi. Lexoj shumë më tepër se shqiptari mesatar, kuptohet, po më lexoj më pak letërsi, po shumicën ndërmuesve të leximeve të mia unë kam në fushën e historisë, filozofisë, sociologji politike, gjëra të tilla, por në fushën e letërsisë kam në vitet e fundit flasës, ka qenë një periudhë ku lexoja letërsi, filozofi, psikanalizë gjithkohës. Çfarë do dilnin pa? Por dhe është periudha kur jam marrë më tepër me letërsinë. Ndoshta aty është formuar edhe ai minimum bagazhi që kam, ai sa kam modest për këtë pjesë e letërsisë. Atë e din tjerët, jo.
Kurse më vonë pas e kam lexuar më pak dhe ajo letërsi që kam lexuar ka qenë letërsi më afër filozofisë politike ose etike ose morale, çfarë të thuash. Për shembull, në këto vitet 15 vitet e fundit, për shembull një libër që është i rëndësishëm, jo një, po 3-4, është si autor është Ayn Rand, e cila ka jetuar e re në Bashkimin Sovjetik dhe më ka njoft totalitarizmin komunist, pas e kalon në Amerikë, bëhet një nga autorët sot më të shitur në botë. Dhe por më ka ndodhur kjo gjë, nëse shumica e njerëzve e lexojnë Ayn Randin edhe ndikohen nga ajo, unë e kam lexuar Ayn Randin dhe e kam lexuar me kënaqësi që po lexoj diçka që përputhet me atë çfarë unë mendoj. Sepse në shumicën të rëmuese të asaj çfarë lexon ti sot, domethënë shkon në drejtimin e kundërt me besimin tim filozofik. Me Ti nuk ke një qasje. Po. Unë jam një lloj individualizmi libertarian. Dhe unë jam njëri që beson tek që njeriu duhet marrë përgjegjësitë e veta. Mjet, duhet presi nga të tjerët, që shteti duhet jetë i vogël, duhet të lejë njerëzit të punojnë, taksat e ulta, ekonomia duhet jetë e lirë, sa më shumë ndërhyn shteti aq më tepër prish punë. Dhe shikoni sidomos në rastet kur ke shoqëri ose vendet korruptuar, kjo është akoma më e madhe etj. Për të letërsia sërish, emër shqiptar nuk më the, një libër shqiptar të këtyre viteve. Nga të fundit që kam lexuar ka qenë Enkel Demi për shembull. Mikeli shkon një zakonisht bukur, ka qenë dhe frymëzim për mua. Nga ato shumë faktorë që më ndikuan për të marrë guximin për shkruajtur një libër, ka qenë edhe Enkeli, pa ja kam thënë te në emision, pa ai nuk din gjë. Sepse lexova diçka të bukur, të këndshme për ti dhe thash, "Okej, mund ta bëj dhe unë historinë time." Unë ta bëj dhe unë. Do ketë libra të tjerë nga ty? Mendon që do vazhdosh të shkruash? Po, kam nisur të shkruaj librin e dytë. Një frymëzuar direkt. Po, e lash që në fillim, kështu që ja nisa me librin e tretë. Kështu që tani po shkruaj librin e tretë, tha marrë të dytin. Të dolën dy histori paralele apo si? Apo se njëra ishte të dy janë histori imagjinare të përfituar, ndryshe nga ajo e para që është histori komplet e vërtet, do të thjesht e përshkruar. Po këto dy tjerat janë pak më ndryshe. Kështu që dhe madje me thënë vërtetën e gjatë kësaj kohe që kam pas angazhime të tjera në sferën publike, kam një dëshirë për të shprehur ndryshe. Dëshirë për të shkruajtur, nuk më ka ndodhur më herë domosdoshmë që të jem kaq i zënë dhe të kem kaq shumë dëshirë për të ulur dhe për të shkruar libër. Përsa është edhe momenti, mosha, ka shumë arsye pse njeriu gjen atë latin të shkruar. Kur të jem unë i lirë, s'do kem të dëshirën në shkruajtur. Shfrytëzoj në këtë kohë atëherë. Kam një shokun tim shkrimtar, për shembull, i cili do ulem çdo ditë dhe nga ora kaq ulem dhe shkruaj. Ka dhe shkrimtar të ndjenjë që kanë bërë këtë gjë, Kadaria ka mbështytur që e bënte në Paris. Balzaku e bënte këtë ulje dhe shkruante nga ora kaq e kaq deri në Diana Çuli e bën në orar, po. Ndoshta janë shkrimtarët sistematik që e kanë gjithë fokusin te libri. Ja, unë jam shkrimtar profesionist. Jam amator, të fush. Ose bëj dot, unë që të shkruaj do të kem patjetër një inspirim. Ermal ke pasur shumë eksperjenca në jetë. Ke punuar në Kosovë, pastaj ke ardhur në Shqipëri, ke punuar pranë ish-kryeministrit Sali Berisha, u largove nga politika, u fute fushës akademike. Mendon që zgjedhja që bëre ishte më e mira? Domethënë je i lumtur me zgjedhjet që ke bërë në jetë, për sa i përket profesionit? Në një farë mënyrë po. Kierkegaard, filozof, Soren Kierkegaard, është filozof danes. Që më pëlqen me disë të tjerëve, thoshte kështu që vendimi është gjithmonë një akt marrëzie. Vendimi që ka kuptim. Si merr ti një vendim? Shumë vendimet që kërkojnë të rëndësishme. Mendohesh edhe të zgjedhësh midis opsioneve ndër. Ti ke shumë opsione. Ti zgjedh njërin. Në momentin që zgjedh njërin, ti heq qafe gjithë opsionet e tjera të jetës tate. Në çdo moment të ditës jeta jote merr një drejtim ndryshe varësisht nga vendimi që ti merr. Patjetër. Kështu që a jam apo s'jam i kënaqur me këtë nuk di të ta them se unë e di që ajo marrëzia ime që kam ndjekur hap mas hapi, nuk e di se ku do më kishte çuar ose do kisha marrë vendime të tjera. Por një gjë mund ta them që kjo që bëj aktualisht në jetën time më jep kënaqësi të madhe. Jam i kënaqur, lumturia është fjalë shumë e madhe, pastaj edhe nuk hyn shumë në këtë aspekt, se lumturia është ekstatike, është e momentit. Kënaqësia është gjë tjetër. Kënaqësi të madhe më jep shumë aspekte. Kur vjen shtatori, tetori, marr mesazhe, emaila nga ish-nxënës mi të shkollës, internet skolishit, të cilët shkojnë edhe në universitetet më të mira të botës. Edhe më shkruajnë profesor, shumë faleminderit për çka keni bërë për ne. Jeni shumë përgatitur, ndjehemi shumë mirë për shkak të shkollës aty. Nuk është puna ime, janë 75 veta që punojnë aty, po.
Kjo është tregoj se si kënaqësi ndjehem unë një nga këta 75 veta që modestisht kemi kontribu në suksesin e tyre. Dhe kjo më jep kënaqësi të jashtëzakonshme. Më jep kënaqësi gjithashtu kur dëgjoj njerëz rrotun që e vlerësojnë punën që kemi bërë me shkollën, shumë më tepër se sa angazhimi publik, me thënë vërtetën, sepse aty në shkollë gjërat janë të pastra, kontributi që ti jep te nxënësit është i pastër, nuk ka hile, nuk ka askush nuk mund të të akuzojë për me teori konspiracioni, po i shërben këtij atij etj. Ti në shkollë shërben nxënësit dhe s'ka ç'a të akuzoj dikush. Ai që është aty e shikon që ti po bësh cop që nxënësi fëmia të ketë sukses të mësoj. Edhe kur s'do në fakt. Edhe kur s'është super i motivuar, ti prapë përpiqesh që ti japësh edhe motivimin, jo thjesht ti mësosh gjëra nga kimia fizike. Jo thjesht marr notën aty edhe. Kurse në sferën publike është tjetër gjë. Sa herë që ti të dalësh bësh gjithçka, ti do akuzohesh njëkohësisht edhe me nismën që kemi ndërtuar në forumin dialogu politik për të krijuar një lloj bashkëpunimi të opozitës. Ti ke gjysmën që thonë ti e kryshi Saliut, gjysma tjetër e kryshi Ramës, tjetër spioni Sorosit, për një tjetër të kanë futur se di grekët, turqit, alienët po dush çonci ka. Por natyrë tjetër. Pikërisht, edhe këtu e ndjen kënaqësinë, sepse shikon impaktin që ka puna jote. Por në rastin në aspektin profesional, asgjë nuk zëvendësohet me të kënaqësinë e pastër të shikuarit që ti ke hedhur ujë dhe po ujit një bim që po rritet. Sa përket pikërisht bimës po rritet, sot të rinjt janë të interesuar për shkollën, si është? Ka shumë nuk flas vetëm për rastet në shkollën tuaj që le të themi vinë të orientuar për të mësuar edhe për të. Ne nuk kemi shkollat mesatare shqiptare. Po, jeni një ndër shkollat më të mira dhe rezultatet që shoh çdo ditë janë të kualifikuar shumë mirë. Ata që vinë aty vinë për të bërë shkollë tamam. Kështu që kanë automatikisht të përfshirë ata. Po flasim për shkollën mesatare shqiptare, pastaj është tjetër gjë. Të rinjtë e sotëm sa më shumë mundësi kanë, aq më pak motivuar janë. Sepse normal, ç'a janë ato që ty ta japin motivimin? Motivimin në radhë të parë ty ta jep mungesa. Motivimi madhor i njeriut është frika. Frika se do jesh keq, frika se do të ndodhë diçka, frika se nuk do sigurosh bukën e tij. Nuk kujtohet diçka, në një intervistë që kam bërë me drejtora Gollin, e kam pyetur pse nuk lindin sot gjenisën. Patën ishin vitet 2010, po le të themi në këto vitet pas 2000-s nuk është se edhe në Shqipërinë kanë qenë shkrimtar. Ato ka shkuar mas 30 vjetësh. Okej. Ja, ngel deri për shkak të shumë mirë një autor i famshëm as shpreson dhe i urojmë. Dhe më tha pak a shumë të një gjë, gjenit i lindin vetëm në kohë të vështira, kur ka mungesa, kur njerëzit shohin shkruajnë me qiri, domethënë kur i kanë të gjitha, kur kanë komoditetin, nuk është se domethënë. Po patjetër, kjo është kjo shprehje domethënë s'është verdikti, por e shohim domethënë sot janë gjitha mundësitë, por dëshira dhe interesi nga të rinjt është shumë i vogël. Sepse dëshira dhe motivimi vjen nga mungesa. Në momentin që ti i ke gjërat, nuk e ke mungesën, për çfarë të duhet, çfarë do arrish nëse i ke të gjitha. Si të thuash mund tash, janë një problem komplet kështu i thjesht. Thuash mund tash normal do shkosh do bësh 10 kilometra vrap, edhe në fund kësaj do t'i bësh për 20 minuta. Okej? Po gjithsesi i bëre si bëre, unë po t'i jap ty 1.000 euro që do t'i jap shpërblim. Si mendon ti do t'i bëj unë për 20 minuta apo 10 kilometra, nëse më jep lekët para parkisht natyrisht që do t'i bëj. Po të më thosh më shiko se ti po e bëre këtë do t'i marrësh, po se bëre ke humb vlla. Fal, dole. Aty po, do shohësh më sa ç'a atleti i mirë që jam unë. Domethënë, të rinjtë e sotëm, ky është problemi që i kanë shumë më tepër se kanë gjitha, po i kanë shumë më tepër se sa kemi pas ne. Dhe edhe vetë familja kanë ndikuar aty dhe gjë që bën që ata nuk e kanë atë lloj motivimi. Sepse unë kur kam shku në student në Paris, kam shku me durë në xhepa me lekë, ca lekë çam edhe mami 300 euro, dollar në atë kohë se kisha euro etj që duhet i thyja. Po unë ato lekë mbijetoja një javë në Paris. Unë pas një javë si e bëre për të gjetur lekë të tjera. Mbijetoja. Problemi është që unë atë shikoja si shansin e jetës. Në studimet në Paris, po shkoja studioja, pa lek, pa bursa, pa gjasdia, ku do të përplasesh, më dhanë një dorë 2 mish fantastik, shumë të mirë, francez, franko-shqiptar në fakt, që më ndihmuan me një dhomë për studentët tjerë. Pjesa tjetër duhet mbijetoje pastaj vetë, po. Unë atë kisha shansin e jetës. Sot një të riu në moshën time, kur isha këtu, ti thuash ti tash që shiko. Po t'jepë shansi jetës, do të hedhim aty në mes Parisit edhe mbijeto. Ai më kollaj do kthehet se sa të vuaj. Po ku do jetoj unë? Po me çfarë do ushqem, çfarë do vesh? Pa do kem lek për kinema, po për kafe, sa do kem buxhetin? Po telefonin, po celularin, po internetin etj. Ti thosh se do t'i kesh gjitha këto gjëra.
si do jetojnë atje? Po do shkosh do futesh siç e kam bërë unë. Do futesh dhe marrësh me radhë kafe të restorantet e Bastijës, do të thotë, a keni nevojë në një që të laj banjo? Që të laj enët, të bëj këtë gjë? Unë dua punësim të denjë, dua punë të dinjitoze, të respektueshme, ndërkohë që je 20 vjeç edhe s'ke arrit asgjë në jetën tënde. Ky është problemi. Por në atë kohë ka qenë ndryshe, se në atë kohë për mua ishte shans jetës. Ty më thonë, nuk do shkoj në Paris punë e madhe, se pas 6 muajsh do më çoj babi me studime diku tjetër, ose do fitoj një bursë nga ky fondacion ose nga fondacioni tjetër, ose punë e madhe dhe s'bër asgjë. Po. Do kapi punë në shtet, siç më thonë nga studentët që më heqin trurin fare. Do gjej një punë në shtet. Që do përkthehet, do gjej një rrogë në shtet dhe që përkthehet do jetoj në kurrizin e tjerëve. Do jetoj me taksat që paguaj unë si sipërmarrës. Si mendon pas 20 vitesh ose pas 10 vitesh kjo rini që do jetë e ardhme, do jenë intelektual dhe sënërit. Si mendon, si sheta? Mendoj që mas 20 vjetësh unë do jem duke punuar akoma për këtë rini. Të rini që do jetë 50 vjeçar. Po si e shef se kjo rini aso do jetë 30 dhe 40 vjeç, do jenë intelektual dhe drejtuesit. Jo, do jetë akoma rini. Qoftë në biznes, qoftë atua? Po, unë kur e shoh të rini, pikërisht për arsye se shoh të rini, kam filluar të mendoj shumë kohë më herët për bërë pagun e i pension privat, për bërë një gjithë tjetër. Ke marrë masat. Po, dhe një apartament që ta jap me qira për plake me tjere, po nuk mbaj shpresa që kjo rini do jetë në gjendje të na paguaj pensionet. Më falni për pesimizmin, ndoshta gjërat ndryshojnë, po nuk më duket. Çfarë profesionesh mendon që blen sot për të orientuar të rinë, dhe çfarë zgjedhin në fakt? Dhe gjithë eksperiencat dhe gjithë gjërat që kam përshtypjen që një pjesë të rinjve nuk zgjedh profesione, zgjedh rrogën. Domethënë edhe në klasë ndodh shpesh ka ndodhur me student, jo të në skoligji, po në universitet, që i pyes çfarë do bëjmë, do kapim në një punë shtet. Gjysma e kanë të lloj filozofia. Me kjo do të thotë që nuk jam të interesuar për të bërë diçka ose për të punuar, ose për të bërë karrierë. Thjesht gjend diçka që mos të shal njerëj që jeni pa punë. Edhe të kemë thjesht në punë. Po, as nuk kanë as atë. Dhe kjo është e pakuptueshme nga pjesa e brezit tim. S'po flas për prindërit pastaj. Që ti thosh, ok, do kapim punë, çfarë do bësh me atë rrogë? Se për shemb 700.000 lekë, 800.000 lekë sot në Tiranë, nëse do jetosh në Tiranë, do marrësh shtëpi me qira, me dashuri, si do jetosh me 800.000 lekë? Domethënë, ti llogarit që ky njeri vetëm do mbijetojë, dhe thot, po mirë, ti budalla se si llogarit të gjëra. Jo, i llogarit. I llogarit se ai do ketë benefite të tjera, ose do ndihmojmë të tjerët, ose ai llogarit që mund të rritet pa bukë. Mund edhe të mos ketë lekë për këtë atë dhe prapë nuk e shqetëson kjo gjë. Nuk e ka atë lloj ambicie që ka pas i brezi im. Ti ke edhe njerëz që mbetojnë thjesht me kanë një dyqan me qira, kanë këtë gjë dhe i shef gjithë ditën kafe. Dhe nuk ngjiten asnjëherë, nuk e kanë atë urinë si ta bëj ta përmirësoj jetën time, si ta bëj që të investoj në diçka, të hap një biznes të ri ose bëj shumë. Nuk po flas për gjithë, se ke që janë fantastike me idera, me gjëra patjetër të rinj, ke plot. Po flas në ka një masë kritike që është problem, sepse nuk apatike rinë aty në atë vuajtjen e tyre. Kjo masë kritike do të prodhojë të ardhmen vetëm nëse modeli kulturor ndryshon, shembujt rrotull ndryshojnë, dhe vetëm nëse do përplaset me një krizë të madhe, si rasti i Greqisë. Se një nga gjërat që i kam të mira që i kanë ndodhur Greqisë është që i ndërgjegjësoi pas krizës. Janë bërë njerëzit dhe punëtorë atje. Ose një nga efektet për shkak kryesore të krizës financiare në Greqi ishte në një fshat, për shembull, ndodhi një mrekulli. Dhe mrekullia që ndodhi ishte që kriza financiare i shëroi verbërinë njerëzve. Sepse në atë fshat ishin 700 veta banor dhe 698 ishin të verbër. Merrni pension nga shteti, pension verbërie. Ishin vetëm 2 në gjithë fshatin që shikonin. 698 të tjerë ishin të verbër. Dhe çfarë ndodhi pa pritur? Ata shikonin dhe punonin. Rasti kriza, pa pritur, kur shteti s'kishte më lekë me u dhënë këta, filluan të shikonin, mrekulli, aleluja, drita hyjnore zbriti me ta, dhe pa pritur këta filluan të shikonin. Pensionet ikën, po sytë erdhen. Dhe u detyruan, filluan të punonin. Do thënë, këto krizat, kanë ca efektet mira, në fakt se të shërojnë verbërinë, të shërojnë stakatullikun e tjerë. Pra për termat. Ishte ngjarje shumë e bukur për të konkretizuar situatën. Ti si Ermal, si ti orientoj të rinë, çfarë shkollimi do të bëjnë, cilat janë ato degët që do blenë në të ardhmen, në këtë moment që ndodhemi? Kjo është një pyetje që është ta jetë më mirë ChatGPT ose sa unë. Mirë, do të pyes si akademik, kështu që.
Nuk e di tamam sepse gjërat janë duke shkuar aq shpejt sa ne nuk e dim se çfarë do bëhet dhe çfarë do bëhet tamam. Por mendoj një gjë që gjithë ato degë që ose profesione që përfshin marrëdhënie njerëzore do vazhdojnë të mbijetojnë edhe për një kohë të gjatë. Do të thënë, marrëdhënia që krijon mësuesi me nxënësin, për shembull, është në këtë moment sa do të zhvillohet teknologjia është e pazëvendësueshme. Ndoshta ne do të mësohemi në të ardhmen që çdo gjë ta kemi aq të afër komunikimin me makinat, me robotët, sa në të ardhmen ndoshta edhe mund ta zëvendësojnë këtë gjë se do na bëhet e zakonshme që punët i zgjidhim me robotët, të kërkojmë mbështetje emocionale, të shkojmë veç që shkojmë te psikologu, shkojmë te çati dhe ai na miraton atje. Por atë gjë që mund të ta japi një përqafimi i njeriu që ti e do, ose i njeriu që ty të do, nuk ta zëvendëson dot roboti edhe për një kohë të gjatë. Dhe përqafim kuptimin simbolik. Se atë përqafim ty ta jep në formë simbolike, psikologjike, ta jep mësuesi bipartit. Mësuesi nuk është, sidomos ai që është mësues i përgjegjshëm, nuk është vetëm një përcjellës teknik i diturisë, se ato ta bëjnë më mirë makina. Mësuesi edhe të shikon në sy. Dhe kur ti e shikon kënaqësinë e mësuesit në sytë e mësuesit, ti bën diçka dhe shikon që mësuesi është i lumtur me ty, ajo të motivon të nxitet etj. Këtë gjë s'ta bën dot roboti. Robotit nuk i shkëlqejnë dot syt. Nuk t'i jep emocion. Robotit nuk i dridhet zëri. Roboti nuk ta jep atë lloj emocioni. Ka sot mësues të tillë që të frymëzojnë edhe frymëzojnë. Ka në plot patjetër. Ka plot, problemi është që politikat publike aktuale i kanë çaktivizuar, i kanë tredh mësuesit. Sot politika mësuesin e përdor si politika publike. Qeverisja në përgjithësi e përdor mësuesin si copë lecke. E lën mësuesin aty përballë dhe nëse nxënësi nuk del mirë me nota, vjen prindi kërkon llogari pse s'doli mirë, pse s'ka marrë notat. Ka pasur episod të vështirë me prindrit, Ermal? Unë kam 25 vjet në arsim, patjetër që kam episode të tilla. Janë të vështira episode më shumë me fëmijët, me nxënësit apo me prindrit? Jo, është më vështirë me prindrit se me nxënësit, po. Jo, sepse me nxënësit ti je më i rritur, ke autoritet e tjerë. Problemi është me prindit, por edhe ky problem me prindit nuk do ekzistonte, për aq kohë sa ti jep autoritet mësuesit. Mamaja ime ka qenë mësuese gjithë jetës, por kur kalonte rrugën e respektonte gjithë rruga. Sot nuk respektohet mësuesi. Sot nuk respektohet dhe çoheshin këmbë, se po kalonte zysha. Kurse sot, jo, ai vjen edhe ta vendos, ta ule autoritetin përpara klasës, para nxënësve. Ka shkolla ku nxënësi ja fut me shkollë mësuesës edhe përjashtohet mësuesi, ajo nxënësi. Me pretekstin që ti e çove ka ajo pikë që ai do ta fusë në shkollë. Ermal, për te punës, për te rutinës së ndaj cilat janë ato hobe, ato momente për mësuese aty, momente kur relaksohesh edhe motivohesh për të vazhduar gjërat edhe për të bërë gjëra ndryshe nga rutina. Okej, ti them ty, po mos ja thuj njeriu. Premtoj. Okej. Unë gatuj. Dhe gatimin, po thuj se çdo ditë. Gatimin e kam si antistres, e kam si formë kreativiteti. Por unë jam e lloj artisti që veprën e vet artistike e ha në fund, që s'kam ku e varës. Pa ish misioni. Kështu që ky është çfarë pjatash gatuan tani? Se ke qenë në një fushë, unë gatuaj për vete dhe për ara vitit të ri bëra një libër shihet tona me receta shqiptare. Unë nuk gatuaj me receta, gatuaj me frymëzim. Po. Më trego. Ha frigoriferin dhe shoh çka kam. Edhe se e kam me dy nivele, çka kam në frigorifer dhe çka kam pastaj te sirtari i erzave. Domethënë duhet i kombinoj këto dy. Edhe ato gjëra që janë jashtë frigoriferit, në fakt, më thjesht për një gjëra që rrinë jashtë. Por shikoj ato çka kam dhe e përshtas gjendjen time shpirtërore, moralin e momentit me ato çfarë kam në dispozicion. Dhe çfarë pjatash, 2-3 pjata që ti bën që janë karakteristike të tua? Po, që do t'i pëlqejnë, përveç atë një që kam shumë shefun, dhe kam bëllë në televizion në fakt, se kam një lidhje shumë fort shpirtërore me Francën. Kam lidhje edhe vend shpirtërore, po dhe gastronomike me Francën. Se vend frymëzim për gatimin. Edhe kam jetuar etj etj. Kështu që madje edhe një pjesë të gjërave që ku shkojnë në Francë, për shembull, kthehen gjithmonë me një valixhe me. Që merr erza dhe gjëra. Erza jo, se erzat i marr nga India e këtej, po nga Franca marr më tepër produkte specifike si to foie gras ose rrjet de canard që quajnë disa lloj patesh, djathra. Vera se mban mirë udhtimin, kështu që edhe djathi kur e merr duhet ta konsumosh brenda javës, ka skëndec. Kështu që po një nga gjërat që kam qejf më shumë që e bëj pak a shumë sipas recetës tradicionale që e bëj. Ata është
Ta them frëngjisht apo? Frëngjisht thua një herë dhe pastaj e përkthe. Atëherë është confit canaro pomme de terre alla saladez. Ma thua e shqip të lutem. Rosa patate. Ishte më e bukur franceze, isha që gjatë sa unë pretendoja të kishte të disa vazhdim me epitete e mbiemrash. Po, tani do të tregoj si bëhet çfarë është. Po na e tregoj tani recetën ta bëjmë. Atëherë. Është rosë franceze. Jo rosa trakitike shqiptare që s'ke ku ti kapër se s'ka një fije mish. Janë rosa franceze, goxhat të mbrojshme që kanë edhe mish të kuq, se rosa ka mish të kuq nuk si pula. Dhe e fusin kofshat e rosë, vetëm i fusin një të skuqur shumë 3 minutëshe, krik piper, e fusin në konservë në dhjamin e vet, dhe e mbyllin aty dhe e lejnë një vit. Mbas një vitit e hap atë dhe mund ta gatush, po është fermentu, është marinu aty brenda vet. Shumë nga dalë, kuptoj. Dhe këtë produkt unë e marr në një vend shumë specifik në një shkollë hotelerie në Perigord, në zona ku bëhen dhe këto verat Bordeaux, zona gastronomike numër 1 në Francë. Dhe marr shkollë hotelerie, ata nuk e çajnë kokën për pjesën e kostave e gjë. Ata prodhojnë vetëm për cilësi. Dhe në fund produktet që prodhojnë i nxjerrin edhe në shitje, madje me çmime të arsyeshme. Domethënë i merr më lirë se sa në supermarket dhe me 10 fishin e cilësisë. Që ti më së thash, ai supermarketi bën llogari do kursej këtu kursej aty. Ky do t'ja di, do të nxjerr produktin më të mirë. Kështu që i marr këto produkte, dhe do merret kjo rosa, kofshat e rosës në fakt. Është mish i kuq. Kanë dhjamin e vet, ato që ka shije foie gras, se është dhjam edhe i mërqisë rosës. Dhe me kanë atë shijen më të mira franceze. E kanë atë shijen e foie gras dhe shoqërohet si hyrje me foie gras, po dush mund ta përdorësh. Çik buk thekur, cop vogël fik thatë me foie gras edhe janë. Francë e vërtet tavolina. Edhe një Bordeaux, me centenion ose kështu. Dhe ç'a ndodh? Merr patatet. Patatet pastaj si i bën? Edhe gështenja. Qëron gështenja, po duhet të përgatish. Do ta bësh në dimër atë këtë pjatë, pse gështenja? Po, gështenjat i bën nga nëntori dhe tori kështu. Këtë pjatë mund ta bësh kudo dhe pa gështenja. Po gështenja duhet të çik më tepër kohë gështenja për shkak. Patatet i skuq. I skuq po i skuq me dhjamin e rosës. Jo me vaj. Merr shije fantastike. I skuq nuk i çon deri në fund të skuqjes, sa fillojnë marrin dhe shijen e art. Ç'a po flasim. Tjetër gjithë. Dhe në fund pastaj i hedh edhe hudhrën dhe majdanozin ose erës tjetër përdeshe, po nga këto erzat europiane, themi. E heq nga zjarri dhe e le të mbyllur një 5-6 minuta. Hudhra nuk zhbëhet tërësisht, ka atë shijen që është edhe afër shijes së gjallë, po edhe afër shijes si gatuar. Dhe pastaj shton edhe rosën që e ke fut në furrë djelë, mund t'i bashkosh dhe të dyja bashkë, t'i kombinosh dhe i lën furrë për disa minuta. Dhe kjo është, pra është shumë e thjeshtë për ta bërë si. Në tjerë duhet gjetur kofsha e rosës që duhet marrë. Kofsha e rosës, dhjami i rosës, e tjerë, po edhe kjo procedura e gatimit është shumë interesante. Se ne shqiptarët i fusim patatet në tigan derisa skuqen, pastaj i heqin. Kurse jo, kjo mund t'i lësh pak dhe ato zbuten në avullin e vet. I le atë zbuten me atë avullin e vet dhe për tepër përpunojnë edhe hudhrën. Interesante. Po s'ka për ta bërë njëri se s'do gjej dot kofshën. Ja, to si gjet dot. Mund t'ja tregoj po doj në një të gjej, po. Le të shkruajnë privatisht Ermalit për te gatimit, merresh më me alpinizëm apo vetëm kur ka ndonjë situatë dhe ndonjë ftesë. Ngjitje malësh të larta nuk është se i kam herën e fundit që kemi qenë me një shok Magim Kasan, që është pedagogët e dhe me Gimin shkum me çadrat e liçenit të Jezercës, ngritëm çadrat. I futëm të lame aty, akulli është gjithmonë prezent, po e kemi qef të ujnë e ftoftë me akull, dhe pastaj ngjitëm Jezercën, po e kemi ngjit nga ana e vështirë, si zakonisht Jezercën e ngjisim nga ana e Thefit, ne e ngjisim nga ana e Vufajt. Të pëlqen vështirësia dhe na ecje. Kacavjerja, do me kacavjerë është kollaj, me zbrit është vështirë pastaj. Kështu që e ngjitëm atë, zbritëm prap, kalum natën aty, dedëm u kënaqëm. Merren të rinë sot me alpinizëm për të kthyer prapë tek edukimi. Mbaj mend diku para 15 ditësh ngjitesha në Daj dhe nuk shikoj as edhe njeri. Mund të takojmë shumë pak. Tani janë aq të ngarkuar se ti domun nuk e shihon më ecjen. Çdo fundjavë ka grupe të tilla. Vetëm se ky nuk është alpinizëm në sensin klasik ato. Unë nuk mund ta quaj veten alpinist. Mund ta quaj jap ta them bjeshkatar. Ke vënë vetë këtë emrin? Jo, ai nuk ekziston, e përdorin në Kosovë. Okej. Për neve është pak një njerëz që shkon në mal,
që ndoshta edhe në gjithë malë, se kam gjithë në 2 malë, kam gjithë Kilimanjaro për shembull që. Si ku të atë eksperiencë? Por fantastike, janë çatin e Afrikës, një javë në gjitje, e vështirë, do kesh përzierje, temperaturë, të mpihen gishtat, mpihet gjuha, nauza e tjerë, por e ndjesia që ke mbas një javë ku ngjitesh në majt Kilimanjaros në 6 të mëngjesit, se është 7 fillon rrufet. Do zbresh të pa, në ke ecë gjithë natën. Për të kapur mëngjesin dhe për të ikur pastaj me vrap. Dhe për të ikur me vrap, domethënë, ajo ndjesia që ke kur je aty në çatin e Afrikës dhe ti shikon malin më të afërt që është që në hartë, ti shikon që është goxha larg, domethënë pa aty duket afër. Ajo ndjesia është e papërshkrueshme, është fantastike. Ke një pikë synim një mal tjetër për të ngjitur në jetën tënde? Jo, tani gjithë male për qef, jo për sportivitet, se në atë po, kur kam gjithë Kilimanjaron, kisha edhe i mendit i futesh edhe Everestit e tjerë. Të kap ajo. Po, ka dëshira e sfidës e kjo. Tani nuk e kam më atë, por kam kënaqësinë e malit. Kjo s'diskutohet. Kënaqësinë e malit, po, kënaqësinë e ngjitjes në një pikë ku ty psikologjikisht e ndjen veten mbi gjëra. Mbi gjëra. Faleminderit për intervistën Ermal. Besoj që ndam disa gjëra për te rutinës dhe për te bisedave. Po të receta të tjera, më thuaj s'ka problem. Nuk e di, ato të zbatojmë tot, se që në momentin që produkti parë duhet marrë nga jashtë, bëhet pak e vështirë. Jo, edhe me këto brendshme në sa dush, s'është problem. Në një rast tjetër kur të bëjmë një emision dedikuar pjatave. Faleminderit të gjithëve që na ndoqët, faleminderit Ermal dhe miru takofshin në Top Tani Podcast me të tjerë personazhe dhe të tjera histori, dhe pse jo dhe me receta.